provokimeve, ju lutem.
Kjo të punoj për Shqipërinë e re, është përgjithësi e madhe. Kjo që po thojmë është vetëm qëllimi. Kemi nevojë për mendim të ri, kemi nevojë për Shqipërinë e re. Shqipëria e re jemi ne. Shqipëria e re jemi ne. Me mendim të ri, bëni sa më shumë video, sa më shumë komente, kemi nevojë për njerëz të rinj. Shqipëria e re jemi ne, Shqipëria e re jemi ne. Revolucion, 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 revolucion. Revolucioni vërtet në mane, që ti duhet punojt, nëse nuk punojt, asë revolucion nuk më të marri. Nuk me ashton vetëm të kritikoj politikën e vjetër. Duhet japim shumë politikën e vjetër, si bëjë politika e të gjithë të bashku. Ora shënon 9:56 minuta, jemi në transmetim të drejt për drejt me protestën e ditës së 10 masive nga ana e qytetarëve. Shohim që në ditën e sotme qytetarët në këtë orë janë të shpërndar në disa nga akset kryesore të Tiranës për t'u piktakuar edhe një herë në bulevard. Shohim me mira qytetarë që kanë zgjedhur të protestojnë edhe ditën e sotme që prej orës 18 të pasdites me një masivitet në pjesëmarrjen e tyre. I shohim me brohoritje dhe me një mesazh të qartë me kërkesën e tyre dhe thirrjen për largimin e kryeministrit të vendit. Rama në burg, Berisha në burg është thirrja kryesore e tyre. I shohim entuziast, shohim qindra mira të rinj të cilët janë të përfshirë edhe në protestën në ditën e 10 të saj me të njëjtin organizim nga ana e qytetarëve. E shohim në këto momente, jemi në bulevard me këto pamje, janë të shpërndar në fakt qytetarët në akse të ndryshme të kryeqytetit. Ky pra është momenti, është pjesa e bulevardit që në fakt i shohim të shpërndar qytetarët në akse të ndryshme të qytetit. Do të presim piktakimin e tyre që është sërish bulevardi dhe për të ribashkuar dhe për të vijuar sërish marshimin e tyre. Nuk dihet nëse do të mbyllet më herët
Ditën e sotme, nesër është paralajmëruar protesta më e madhe masive që do të mbledhë qytetarë nga vende dhe qytete të ndryshme të vendit, por edhe nga vende të tjera jashtë Shqipërisë. Jemi në pamjet e drejtë për drejta. Këto ishin pamjet pak më herët nga protesta e organizuar dhe thirrja që patën qytetarët një zëri në bulevard. Qindra mijëra qytetarë shohim të pranishëm në këtë protestë ditës së sotme dhe këto ishin pamjet e para pak minutave përpara se qytetarët zgjidhnin që të shpërndaheshin në akse të ndryshme për të vijuar marshimin e tyre. Marshimi ka nisur rreth orës 20:30 të mbrëmjes dhe ka vijuar deri në këtë momente për të përhapur më pas dhe për të bllokuar ndoshta disa nga akset kryesore. Kanë qenë me qindra mijëra qytetarë, shohim këto pamje të drejtë për drejta që kanë qenë vetëm pak minuta më përpara dhe kanë qenë pikërisht qytetarët që kanë zgjedhur për të marshuar njësoj siç edhe ditët paraardhëse për të ndjekur të njëjtin itinerar. Këto kanë qenë pamjet e pak minutave më përpara, teksa ne vijojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë që për orës 18 me protestën më masive që ka njohur ndonjëherë vendi ynë, një protestë organizuar nga ana e qytetarëve me një qëllim të përbashkët dhe në fakt duke reflektuar me dhjetra problematika nga ato ekonomike, sociale dhe politike në vend. Qytetarët në fakt kanë bërë thirrje që edhe nesër do të jenë të bashkuar në shesh, por nuk do të largohen nga Kryeministria derisa të kenë arritur qëllimin e tyre që është largimi i kryeministrit të vendit. Njëherë është kjo protestë ka reflektuar edhe një qytetari tepër të lartë, nuk e kemi parë ndoshta në shumë protestat organizuara, njëherë është edhe nga partitë politike dhe meqense jemi tek këto të fundit, asnjëra nga partitë politike nuk është pranuar që të bashkohet në këtë protestë masive të organizuar në kryeqytet, duke pasur një thirrje të përbashkët dhe të unifikuar që asnjë nga elementet politik të qëndrojë në këtë protestë. Kemi parë pamje të drejtë për drejta dhe tepër të bukura, fjalimet të cilat kanë frymzuar në këtë protestë, duke reflektuar edhe një herë qëllimin e përbashkët që është mbrojtja e Shqipërisë, territorit dhe po ashtu reflektimi një sër problematikash që kanë të bëjnë me largimin masiv të shqiptarëve, ekonomisë dhe probleme të tjera sociale. Ora në këtë moment është 19:00, qytetarët ne vijojmë dhe do të vijojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë, janë përhapur në rrugë të ndryshme të kryeqytetit, duke bllokuar edhe një sër aksesh kryesore, por edhe duke vijuar brohoritjet e tyre në për rrugë të ndryshme të kryeqytetit, duke krijuar edhe një thirrje që të ribashkohen sërish në bulevard. Këto janë pamjet e drejtë për drejta. Protesta më madhështore ndonjëherë e krijuar dhe organizuar nga vetë qytetarët është për të duartrokitur mënyra se si ata janë bashkuar dhe bashkohen çdo ditë në të njëjtën orë me të njëjtat shifra. Ne i shohim ata me radhë kilometrike banorësh të cilët zgjedhin për të protestuar deri në orët e para të mesnatës. Ishim me pamje të drejtë për drejta në këto momente, do të vijojmë të ndjekim protestuesit hap pas hapi për të kuptuar se cili është itinerari i tyre dhe ku do të ribashkohen derisa ata të bëhen sërish bashkë, sepse në këto momente që ne jemi duke transmetuar, qytetarët janë të ndarë në rrugë të ndryshme të kryeqytetit me flamoj në duar dhe entuziast për këtë protestë. Qytetarët vijojnë aksionin e tyre të përhapjes frymës së unifikuar të shqiptarizmit për të mbrojtur vendin dhe një sër problematika është reflektuar. Rama në burg, Berisha në burg, kjo është thirrja e tyre e përditshme. Ja të kishojmë në këto momente, janë në zonën e bllokut për momentin, është një pjesë e protestuesve, sepse pjesa tjetër ndodhet tek rruga Elbasanit dhe një pjesë e përhapur në zona të tjera. Shohim edhe gra me fëmijë, shohim të gjitha grup moshat të përfshira në këtë protestë kombëtare. Ka një vështirësi në fakt në këtë ditë të sotme, sepse shohim që makinat kanë bllokuar rrugën për protestuesit, nuk dihet nëse do të vijojnë ta menaxhojnë dhe do të vijojnë të marshojnë, sepse makinat po bllokojnë rrugën për protestuesit, megjithatë ata vijojnë të pandalur në aksionin e tyre. Të shohim që futen mes për mes makinave duke krijuar
edhe një trafik. Jemi tek libri universitar në zonën e bllokut në Tiranë. Qytetarët vijojnë pa u ndalur për të vijuar aksionin e tyre të protestës më masive ndonjëherë që ka njohur Shqipëria. Jetë e shohim të bashkuar për të qëndruar dhe për të bllokuar disa nga rrugët kryesore, nyhet lidh se makinat devijojnë në këtë momente për të dhënë hapësirë qytetarëve të cilët me pankarta në duar, thirrje, flamuj i drejtohen edhe një herë bulevardit, aty ku do të bashkohen sërish në fakt për të vijuar thirrjet e tyre me një motiv të përbashkët që është largimi i kryeministrit të vendit. Ka qenë në fakt një organizim dinjitoz në ditën e 10 kjo protestë që vijon ende të jetë me të njëjtin temp që ka nisur ditën e parë me thirrje të përbashkëta dhe mesazhe të unifikuara. Shohim pamjet e drejtë për drejta në këto momente, jemi stacionuar tek zona e bllokut, siç edhe përmenda, makinat në qarkullim po vështirësojnë gardin, nëse mund ta quajmë kështu, të banorëve, të cilët ndoshta ditën e djeshme e kishin pak më thjesht sepse nuk i kishin ballë për ballë makinat dhe u lehtësuan marshimin e tyre, por me sa duket po vështirësojnë pjesën e të qëndruarit të gjithë së bashku, sepse makinat po futen mes për mes protestuesve. Urojmë shumë që të mos kemi incidente, por me sa duket qarkullimi vijon intensiv duke bllokuar lëvizjen e lirshme të protestuesve. Ne jemi me pamje të drejtë për drejta, qëndrojnë operatorët tanë në terren për të pasqyruar hap pas hapi në çdo moment pamje të drejtë për drejta nga kjo protestë. Shohim pra që po vijojmë të drejtohemi me makinën tonë lëvizëse dhe operatorin drejt bulevardit. Ai do të jetë pikë takimi i protestuesve. E ritheksojmë për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur, janë të njëjtit protestues që vijojnë të protestojnë në terren, por janë të shpërndarë në rrugë të ndryshme dhe me sa duket edhe për shkak të makinave në terren është vështirësuar lëvizja e tyre edhe më e lirshme. Deri në këto momente që ora shënon 10:05 minuta, protesta ka nisur që prej orës 18, nisi me fjalime në bulevard. Kanë qenë të shumë personazhet në fakt që kanë folur ditën e sotme, si në çdo ditë tjetër paraardhëse që kanë ndarë shqetësimet e tyre, kanë qenë të ardhur nga diaspora, të cilët kanë sjell edhe mesazhet e tyre dhe shohim që qarkullimi ka vijuar lirisht. Ajo që duhet të saktësojmë për të gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur, ne jemi me pamje të drejtë për drejta, por duhet të ritheksojmë edhe një herë që e kemi të pamundur për të ndjekur protestuesit sepse janë futur në rrugë të ndryshme, rruga Elbasanit, Radio Televizioni Shqiptar, pjesa e stadiumit, shpërndar tek rruga e Kavajës dhe siç e shohim, po ndjekim makinën tonë lëvizëse bashkë me operatorin për të ndjekur itinerarin e tyre, sepse janë shpërndar për shkak të bllokimit të rrugëve dhe ka qenë ky në fakt aksioni i paralajmëruar nga ana e tyre që do të vijonin të ndaheshin në grupe dhe më pas sërish në bulevard do të ribashkohen. Ne jemi dhe do të vijojmë të ndjekim me pamje të drejtë për drejta, do të shkojmë drejt rrugës në cilën ata ndodhen, megjithse kanë nxituar për të vijuar, për të kapur dhe ndoshta për të bllokuar edhe rrugët kryesore. Ja të kemi tek pjesa e jemi në qendër tek 15 katëshe në këto momente, shohim që qytetarët janë të shpërndarë në grumbuj të ndryshëm qytetarësh dhe pa diskutim që dhe qarkullimi i ka bllokuar disi ndryshe nga dita djeshme që qarkullimi u paralizua, sot shpërndarja e tyre ka krijuar një tjetër pamje të kësaj proteste. Megjithatë, pjesa më e madhe e protestuesve vijon të jetë ende në këtë protestë dhe bashkimi i tyre në fund do të jetë ndoshta sot sërish në bulevard. Jetë e shohim qytetarët, shohim edhe pamje të drejtë për drejta nga ana e policisë që po siguron mbarvajtjen e qarkullimit rrugor, që është shumë e rëndësishme në këtë moment për të shmangur incidente të mundshme. Rikujtojmë që protesta ka nisur që prej orës 18 dhe në këtë moment pas disa orësh në transmetim të drejtë për drejtë, qytetarët kanë qenë dhe janë shpërndarë për të vijuar aksionin e tyre në një formë tjetër. Këto kanë qenë pamjet e nisjes së protestës, ka qenë ora 20:30, momenti kur nisi marshimi
dhe me sa duket për shkak të shpërndarjes së tyre në hapësirën tonë të ndjekjes, duke qenë që ndoqëm një tjetër strategji deri një ditë më përpara, me sa duket strategjia e tyre ndryshoi menjëherë për të përhapur në rrugë të tjera. Do të presim vetëm pak çaste derisa operatorët tanë të mbërin në nyjet kryesore, që është rruga Elbasanit, ndoshta edhe rruga Kavajës, por edhe pjesa e stadiumit, derisa ata të kenë një pasqyrim të protestuesve në këto nyje të cilat me sa duket në ditën e 10 protestuesit zgjodhen që të protestojnë në një formë tjetër duke u shpërndar. Ka qenë një protestë madhështore e reflektuar jo vetëm në mediat tona vendase, dhe për hir të së vërtetës News 24 ka bërë një punë të jashtëzakonshme duke pasqyruar hap pas hapi, duke mos e ndalur transmetimin siç po bëjmë edhe në këto momente dhe për të pasqyruar në kohë reale gjithçka që ndodh në një protestë e tillë qytetare. Ndërkohë, kanë qenë edhe mediat ndërkombëtare që kanë bërë një jehon të jashtëzakonshme. Reuters prej 2 ditësh tashmë e transmeton paralelisht me News 24 nisjen e protestës. Ne do të presim vetëm pak çaste për të kuptuar se ku ndodhen protestuesit në këto momente dhe ku janë përhapur për të vijuar aksionin e tyre. Protesta ka qenë e qetë, siç edhe kemi parë tashmë prej 10 ditësh, nuk ka reflektuar asnjë incident, nëse jemi mësuar që të shohim. Jemi me pamje të drejtë për drejta në këto momente, jemi tek zona e trenit, jemi në bulevard këtu. Protestuesit kanë zgjedhur, e saktësojmë për teleshikuesit e News 24, kanë zgjedhur të protestojnë ndryshe ditën e sotme për të përhapur në forma të ndryshme. Dhe një nga format që kanë zgjedhur për të protestuar sot është përhapja grupe në zona të ndryshme dhe në hapësira të ndryshme të Tiranës për të vijuar me brohoritjet e tyre. Një nga brohoritjet në fakt që ka qenë dhe ka tërhequr vëmendje, ka qenë thirrja që i kanë bërë qytetarëve për të çuar nga bar kafenet dhe restorantet e Tiranës me thirrjen "Çouni nga kafja dhe protestoni". Shohim grumbuj të ndryshëm qytetarësh të shpërndar tashmë. Ky ka qenë aksioni i tyre, kjo ka qenë forma që kanë zgjedhur për protestuar sot. Është makina jonë lëvizse që po i ndjek nga pas me këto pamje të drejtë për drejta, pa afrohen drejt trenit. Ka qenë një itinerar që nuk është përshkruar më herët nga banorët, por me sa duket kanë zgjedhur një vend ku qarkullimi nuk është i bllokuar dhe për këtë shkak pa diskutim që e vështirëson edhe grumbullimin e tyre dhe për të qenit në një rresht për të vijuar, sepse është një zonë që qarkullohet edhe me transport publik. Këto janë pamjet e drejtë për drejta, shohim qytetarët të cilët i drejtohen në grumbuj të ndryshëm një tjetër zone të paprekur në ditët e mëparshme. Në këtë pasqyrë që kemi në këto momente, e njëjta pasqyrë është edhe në lagje të tjera dhe zona të tjera të kryeqytetit. Qytetarët, ata mira qytetarët që i kishin pak më herët me ato pamje të drejtë për drejta edhe me dron, kanë zgjedhur të shpërndahen ndoshta për të bllokuar qarkullimin, megjithëse kjo po vështirëson pak edhe qëndrimin e tyre të grumbulluar në të njëjtin kohë dhe në të njëjtin vend. Megjithatë, i shohim të mos tërhiqen nga protesta, ndonse ora shënon 10:11 dhe ajo ka nisur që prej orës 18. Ajo që ka reflektuar kjo protest është dëshira e tyre për ta vijuar protestën me të njëjtin intensitet dhe dëshirë. Ja ku jemi sërish me të njëjtat pamje, jemi në zonën e trenit këtu, shohim qytetarët që vijojnë marshimin e tyre, qytetarë të lirë, të ndershëm për të qëndruar dhe për të bërë thirrjet e tyre që kanë qëndruar që prej ditës së parë. Kanë qenë dhe mund ta cilësojmë si protesta e pankartave, protesta e flajmove, protesta e muzikës, protesta e qetësisë, e vajzave dhe grave, protesta e djemve dhe burrave, protesta e të gjitha grup moshave. Jemi me një pamje panoramike nga bloku, i shohim edhe më të përbashkuar në këtë zonë. Unë e saktësova dhe pak më herët që ndryshe nga dje, sot do të shohim qytetarët të shpërndar në zona të ndryshme të Tiranës. Do të kemi mundësi që përmes pamjeve të drejtë për drejta, ndonse e vështirëson pak punën e operatorëve tanë në terren kjo shpërndarje, dhe duke qenë që ne kemi thënë protesta nuk ka një agjendë të përcaktuar që të kemi mundësinë të lexojmë siç kemi mësuar në protestat e tjera, ata vendosën menjëherë të përhapeshin në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Pamjet pak më herët vinin nga bloku, pamjet në këtë momente i kemi tek treni tek një tjetër zonë, ja ku jemi, dhe duket që
ka një masivitet qytetarësh në zonën e bllokut, por për shkak të qarkullimit në këtë zonë dhe duket që po u vështirëson shumë mbrëmjen e sotme protestuesve, nuk po arrim që të afrohemi me ta sepse respektohen edhe rregullat e qarkullimit. Jemi sërish në pamje të drejtë për drejtë nga protesta masive qytetarëve në kryeqytet. Kemi broritje në këto momente me dy plane, njëri plan që jemi në zonën e trenit afër News 24 në këto momente dhe kemi planet e tjera që jemi në blok me pamje të drejtë për drejta, duket që grumbulli i qytetarëve vijon të jetë më tepër në blok, por makinat po vinë drejt tyre. Urojmë që të mos kemi incidente në këto momente, sepse qytetarët po vijojnë të tentojnë të qarkullojnë në makina mes për mes protestuesve. Ja të kishojmë të vinë drejt tyre dhe qytetarët drejt atyre, por megjithatë janë të pandalur në aksionin e tyre për vijuar protestën më masive të organizuar ndonjëherë me mijëra qytetarë që zgjedhin për të protestuar që prej 10 ditësh tashmë, një protestë e cila nuk e ka parë ndonjëherë historia dhe nuk e ka njohur ndonjëherë këtë qëndrueshmëri të lakmueshme dhe nga shumë shtete të tjera të cilat kanë zgjedhur për të folur për protestën tonë, duke na cilësuar të dinjitetshëm dhe qytetar në formën se si kemi zgjedhur për ta bërë këtë protestë. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me kolegun Osman Stafa, ndoshta ai do të na japë më shumë informacione se si zgjodhi kjo protestë në këto momente për të bërë dhe për të përhapur në lagje dhe në zona të ndryshme të kryeqytetit. Osman, të përshëndes, më dëgjon? Unë të dëgjoj apo e protestuesit një grup i madh të tyre ndodhet tek sistemi i trenit, tek ka mbuluar trafikun dhe janë martuar dhe protestuesit janë duke vëruar marsimin e tyre në thirrje. Duke që është pak e pamundur që të dëgjojmë me kolegun Stafa sepse ka shumë zhurmë, por ajo që unë arrita të shquaj është që nuk po munden dot të çajmë përmes trafikut që është krijuar nga ana e makinave. Nuk dihet nëse kjo është tendencioze apo sepse ditën e dieshme kanë qenë të lirë qytetarët në të njëjtën zonë për të marshuar, por sot me sa duket makinat i shohim që ju futen mes për mes dhe ky është një moment në fakt i tensionuar për të shmangur në një incident të mundshëm. Megjithatë, shohim edhe tek rruga e Kavajës, kam përshtypjen jemi në hapësirën në të majt, qytetarët janë mes për mes makinave. Ky është aksion i ri i tyre në ditën e 10 për të përhapur në zona të ndryshme. Do ta kem sërish kolegun Osman Stafa derisa të kemi një hapësirë pak më të qetë sepse nuk dëgjoheshe ende qartë nga prania e tij në turmën e qytetarëve të cilët kanë zgjedhur për të protestuar. I shohim qytetarët të veshur dhe kanë hedhur mbi supët e tyre flamurin e Shqipërisë, një moment shumë i bukur ky. Në fakt, kjo ka qenë protesta e simboleve të bukura shqiptare dhe ato kanë qenë të pranishme që prej ditës së parë. Dita e 10 e protestës së qytetarëve në Tiranë, një moment, në fakt shumë i bukur edhe ky, një ide shumë e këndshme për të përhapur edhe në zona të tjera. Janë të njëjtat shifra, janë të njëjtit qytetarë që kanë zgjedhur thjesht të ndryshojnë strategjinë e tyre. Qarkullimi i makinave u ka vështirësuar disi qëndrimin e tyre në një marshim të plot dhe të unifikuar, megjithatë po shohim tani që sërish po i drejtohen bulevardit për të ribashkuar sërish në të njëjtin vend. Mira qytetarë që prej orësh të tëra dhe ditësh të tëra që nuk zgjedhin të tërhiqen, por të qëndrojnë në një protestë masive